Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirë mbrëma për të gjithë ju shikues të dashur të Klan Kosovës, mirë se po takohemi edhe këtë diel në emisionin Pasion e Profesion. Edhe këtë muaj do ju sjellim biseda frymëzuese, historie unike dhe shije që lidhen ngushtë me traditën tonë. Sonte të ftuar do të kemi mysafir nga kryeqyteti dhe bashkë me ta do ta shtrojmë simbolikisht sofrën e Prishtinës. E në studio do të kemi edhe dy kuzhinierë të cilët do të përgatisin receta shumë të veçanta. Këtu bashkë me mua do të jetë zonja Gjemile Dalipi. Zonja Gjemile, mirë se na ke ardhur. Është kënaqësi e madhe të kemi këtu në studio. Faleminderit. Ndoshta do ta prezantoj edhe kuzhinierin tjetër dhe do të kthejmë me njëherë te ti. Edhe sonte, këtë diel bashkë me ne do të jetë Fatmir Ademi. Fatmir, mirë se erdhe përsëri në Pasion. Edhe javën e kaluar, për të gjithë ju që na ndiqni gjithmonë, Fatmiri ka qenë pjesë e Pasionit, e Pasion e Profesion dhe kemi kaluar shumë mirë. Po besoj që edhe sot do jetë e njëjta gjë, apo jo? Patjetër, çdo herë jo. Është kënaqësi shumë e madhe që të kemi këtu. Gjithashtu jona. Unë po kthejmë pak të zonja Gjemile, sepse kemi për herë të parë këtu në Pasion e Profesion, është vërtet kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit. Edhe përveç zonjës Gjemile, që është një punonjëse shëndetësore, do të kemi edhe të tjerë punonjës shëndetësor këtu në studion e Pasion e Profesion, kur të vi radha e bisedës në studio. Por do ndalemi pak të zonja Gjemile dhe ndoshta do na tregoj më shumë rreth vetës, rreth punës që e bën tash sa vite. Unë jam infermiere në QKU, që 20 vite, punoj në urologji. Si ka shku puna deri tash? 20 vite janë goxha shumë, një periudhë e madhe e jetës. Shumë. Si ndoshta mundesh me vrejt dallimin prej para 20 viteve deri tash? A mundesh me na tregu pak, me na fol për këtë pjesë? Dallim ka, po edhe tash është mirë. Tash është mirë. Po besoj që tash është më mirë, edhe vite i vitit po vjen edhe po bëhet më mirë shëndetësia, apo jo? Po. Zonja Gjemile, po çka kemi përgatitur sot? Sot kam vendos një recet, një rollat me spanaç, me kashkavall, me prezla dhe me ve. Me zë po pres me një ushqim, besoj që kam ju pëlqy, është edhe i lehtë me përgatit. E kom e provojmë. Me përgatit. Një mirë. Ta pyes pak edhe Fatmirin se çka kam e përgatit sot në Pasion e Profesion. Fatmir, çka ki vendos sot me përgatit? Receta kalume ka qenë mrekullueshme, po besoj që edhe sot. Po sot mirë, patjetër. Çdo më të mirën. Sot kemi gjak spulja, shoqëruar me mozzarella, domatine ose domate që njëna s'ka lidhje, cila do qoftë, e shoqëruar me patata dhe karrotë ose furdha, mund të jetë edhe sallatë jeshile, s'është problem. Është një recetë shumë e shpejtë, që përgatitet shpejt, e shijshme, jo shumë e rëndë, sidomos për dieteket që janë. Furda të fërgume, bazilek. Sa kohë merr kjo recetë? Maksimum 20 minuta. 20 minuta. E shikues dashur, ku ka më mirë se çdo të diele me pa receta të cilat përgatiten shumë shpejt, po edhe janë shumë të shijshme. Siç keni mujt me pa edhe prej mysafirëve që i kemi pas në studion e Pasionit, të gjitha recetat pra në çdo emision janë pëlqyer shumë, edhe mysafirët janë ndoshta shumë të kënaqur, po gjithashtu edhe unë si gjithmonë. Faleminderit shumë, pas do mirë. E shikues dashur, jemi tek premiumi. Premium Bakery me pika gati në secilën lagje. Kemi pra bukë të ndryshme, ëmbëlsira të ndryshme, o zot, e pas kanë mbush këtë vendin. Ju tregoj këto. A mundet mu afro kamera? Hajde jingle. Veç shikojeni. Mrekulli. Na kanë sjellë gjithçka, pra të gjitha këto produkte mund t'i gjeni. Sa pas na me hapun e pas pak. Mund t'i gjeni në të gjitha pikat e Premium Bakery, po gjithashtu liridoni,
kuzhinieri ynë i dashur, të cilin keni mundur ta ndisni shumë shpesh në Pasion e Profesion, ka përgatitur një recetë me bukët e premiumit. Pra me këto bukë të cilat pjekën vetëm për 8 minuta, pra 8 minutat e vërtet të premiumit, jo të furagjis. E ndjekim së bashku recetën dhe rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio. E si që thashë dhe më herët, në Pasion e Profesion do të mësoni shumë recetat të ndryshme, të shpejta e të shishme, po besoj që keni mësu diçka edhe nga receta e Liridonit me produktet e Premium Bakery, e tash është koha t'ju tregoj diçka, po ju tregoj për podravkën, për vegetën, po e marrë paketimin e vjetër dhe paketimin e ri, dhe t'ju tregoj që vegeta vjen me paketimin e ri, që është ky, me dizajn të ri, por shija është gjithmonë e njëjta. Ky është dizajni vjetër, këto nuk e gjeni mo. Kjo është dizajni i ri, të cilin e gjeni në të gjitha supermarketet dhe mund të blini për shtëpitë e juaja, sepse në Pasion e Profesion gjithmonë përdorim produktet e podravkës. Pra, përveç vegetës, të gjitha erzat e tjera i përdorim këtu në Pasion e Profesion. E ne po shkëputemi për bllokun e parë të marketingut, qëndroni me ne sepse rikthehemi vetëm pas pak. E shikues të dashur, do të largohemi pa nga ritmi i përditshëm dhe do të ndalemi në një vend ku qetësia, natyra dhe tradita flasin vetë. Në vazhdim do t'ju sjellim një vizitë në agroturizmin Faqedol, ku çdo detaj ka aromë shtëpie dhe çdo shije tregon një histori në vete. Ju ftojmë ta ndjekim së bashku materialin dhe rikthehemi vetëm pas pak në studio. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, sot jemi në Shkodër, jemi tek një agroturizëm i mrekullueshëm, i cili quhet Faqedoli. Këto do të mësojmë më shumë për historinë e këtij vendi, por gjithashtu do shijojmë edhe ushqimin me këtë pamje fantastike këtu. Unë po hyj pra këtu tek kjo dora, tek Faqedoli, e cila është si një simbol i këtij vendi, ku mund të shijosh pamjen e mrekullueshme, por gjithashtu mund të bësh ndonjë foto për rrjetet e juaja sociale, që dalë e mrekullueshme me këtë pamje. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë për historinë e këtij vendi dhe shijojmë edhe ushqimin bashkë. Shikues të dashur, ju tregova pak më herët që jemi tek agroturizëm Faqedoli, e këtu bashkë me mua do të jetë Ilirian Digli, i cili do bëjmë një intervistë bashkë dhe do na tregojë më shumë rreth këtij agroturizmi, rreth ushqimit dhe çfarë aktivitete mund të gjeni këtu.
Zotëri Lilian, faleminderit shumë që na pritët. Nëse erdhë. Shumë kënaqësi e madhe të jemi këtu dhe të shijojmë edhe ushqimin, por edhe këtë pamje të mrekullueshme që e keni nga ky vend. Faleminderit. Ndoshta fillimisht me fillu edhe këtë bisedë duke na tregu se si erdhi ideja që të krijoni këtë vend kaq të bukur dhe me këtë pamje kaq të mrekullueshme. Fillimisht ne jemi marrë në disa biznese tjera me gjithë familjen tonë, se ne të 3 vëllezër bashkë. Po. Filluam mas pandemije menduam me bëj diçka tonin, një brand tonin. Edhe pa me një mundësi që pa me një pronën, erdhme, veshkume, edhe bleme, edhe fillume ndërtimin e agroturizmit. Për 6 muaj rresht jemi marrë duke ndërtuar avash në vështirësitë e malit që janë, nuk dihet ku i del mali. Domethënë ku fillon, si fillon. Mandej filloi puna, filloi agroturizmi, filluan. Po agroturizm faqe dol tash ka 4 vite më duket që është krijuar. Kemi hyrë në vitin e 4. Vitin e 4. Po si ka shku deri tash krejt procesi, si kanë qenë ndoshta ato komentet e vizitorëve që kanë ardhur? Për zotin përveç pamjes, shumë komente të mira kena marrë edhe për ushqimin. Po. Për mirëpritjen, kjo është, domethënë që si shiko shqiptari traditat e veta. Po, çka e bën më të veçantë se vendet e tjera? Më të veçantë se vendet e tjera mund ta bëjnë pamja, mund ta bëjnë edhe ushqimi tradicional i Shkodrës. Nuk e di, atë mund të më thonë klientat, nuk mund ta thojmë na, që bën më të veçantë. Po. Po besoj që në të ardhmen do ketë edhe ndryshime, do zmadhoheni. Po, kemi qef që të bëjmë disa dhoma për turistat. Po. Konkretisht më shumë për turistat, sepse e kemi vendin atje sipër që kemi dëshirë që të bëjmë disa dhoma. I plotësojmë domethënë që kaloj një ditë jam ardhur vetëm me hangër me konsumu ushqimin, po më ardh edhe me fjetë, edhe më uçun mëngjes me shku te toka, domethënë me pa procesin prim fillim deri te tavolina. Po. Domethënë krejt procesin e ushqimit me pa. Qysh si mjallën tek. Do të thotë është një lloj hallke e Po, cila vjen deri nga toka në trez. Po. Është shumë kënaqësi e madhe që jemi këtu me të vërtet, dhe po besoj që do vim përsëri edhe kur të ndërtohet më shumë, kur të zgjeroheni kështu. Jeni të përpritur. Po, ndalemi pak edhe të ushqimi. Na tregove që produktet janë vendase, të gjitha. Ndoshta do kemi mundësinë të vizitojmë edhe këto tokat pak më vonë. Edhe do të shihni vetë, çdo gjë do të shihni. Do të shihni edhe ju vetë se si fillon edhe si përfundon deri te tavolina. Po, e tashme do na sjellin edhe do fillojnë ta sjellin edhe ushqim këtu dhe ndoshta do na tregoni se çfarë mund të gjejnë në meny të gjithë turistët që vinë këtu, të gjithë vizitorët. Menyja ndryshohet një herë afërsisht, domethënë 4 herë në vit normalisht që ndryshohet sepse ndryshojnë stile. Po. Edhe ndryshohet krejt menyja. Përveç mishit, domethënë që mishi është 4 stinet janë të ndryshme dhe 4 menyt janë të ndryshme. Pavarësisht stinave na ndryshojmë edhe krymujt disa prej produkteve. Çat xharrin toka, ne domethënë na bim tavolinë. Nuk xharrin tokë diçka që çat xharrin toka, nuk ka se po marrim diçka. Ka çose e gjen i këtë muj një X produkt, nuk e gjen mujin tjetër. Po. Kjo është domethënë Varësisht nga stina. Nga stina, nga toka. E ky është edhe lëngu i Shegës, cilin po besoj e prodhoni vetë. Ky është një lëng i mirëseardhjes, a mund e me çu kështu? Po. Po normalisht i kemi Shegat, domethënë, i kemi këtë procesin, i kemi shtrydhur, i kemi ruajtur në lloma frigoriferike që t'jenë gati për çdo kohë, sepse përulla e Shegave nuk ka gjithë vitin, kurse na langën e Shegës kena gjithë vitin. Gjithë viti. E tash është koha edhe ushqimit, na erdhi ushqimi, mezi po presën me provu, ja t'i largoj pak këtu. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani do t'ju tregojmë disa nga pjatat tona me sosë, si quajmë ne, që i kena të shtëpis. Kjo është sallata mix, që është me sallatë jeshile, pomodorini të freskët, lule shtrydhët freskët, edhe fara susami. Sa është me përdopët.
Tani është djathi i skuqën, që është me fara susami edhe me mjaltë. Të janë turshit e shtëpisë. Patatet e furrës, që vinë patate normale, edhe patatet ëmbla. Salca kosit e marinume. Është dhe bëreku i shtëpisë, që është me spinaqat e djath. Tani kemi edhe 2 tjera që do e sjelli tani. Okej. Ju bësh mirë. Besme i shiu gjitha, po duket ushqimi shumë i shishëm, shikues dashur. Apo e shet çka mundeni me pas, nëse vini në agroturizëm faqedal, mundeni me i shiu gjitha këto, por edhe këtë mishin e mrekullueshëm që u botash. Buka e misrit e shtëpisë me shlirë dhe mishi i qingjit, që është kofsha e qingjit, që është një nga specialitetet tona në furrë me zjarr të avashtë. Kjo pra është edhe pjata kryesore edhe ma e preferumja që përësitin gjitha, apo jo? Ju bëf mirë. Faleminderit shumë. E shikues dashur, kjo është dhe tryeza e mbushur plot, ndërkohë po e vazhdojmë dhe bisedën edhe pak, më na tregun ndoshta më shumë rreth aktiviteteve të cilat i ofroni dhe mund t'i gjejnë të gjithë vizitorët që vinë këtu. Po, lokacioni jonë është afër bashkimit Drinit dhe Bunës, është afër Shirokës, është afër Kalas, është afër malit të Araboshit, domethënë është pa mundësina, munden me ardhë me konsumu drekën, munden me dalë me pi kafe në Shirokë, munden me lëviz, domethënë mi kala me pa kalan, pa pamje në kalas, edhe për këtu edhe mundet me pa kalan, domethënë mundet me pa agroturizmin tonë për në kala. Po. Malit të Araboshit. Ka aktivitetet shumëta. Po pse duhen vinë shikues të emisionit Pasion e Profesion këtu te agroturizëm faqedal, por edhe në Shkodër, të flasim pak për Shkodrën. Shkodra, vitet e fundit ka marrë një formë tjetër, me ardhen e kryetarit të ri, Shkodra ka ndryshuar shumë. A ba shumë më këndshme, a ba shumë më ka marrë ngjyra tjera, a ba më festive. Nuk më funksionon më vetëm si ka funksionu vetëm verës, tash funksionon 12 muajt e vitit. Ka shumë gjallëri. Po. Po edhe investimet janë bërë shumë bukura, shumë të mira, shumë në mes biznesit, në mes çdo gjës. Ka ndryshuar 100%. Me përfundimin e hyrjes, qytetit lehtësohet edhe trafiku, lehtësohet shumë edhe në lehtëson edhe ne, sepse njerëz mund vinë më shpejt, sepse nuk mundet me prit 3 orë në radhë trafik për më ardhë me konsumin direkt, është shumë e rëndë. Kryetari ka punu mirë deri tash, ka punu mirë edhe inshallah vazhdimisht. Faleminderit shumë për këtë intervistë dhe faleminderit shumë për mikpritjen, ishte kënaqësi shumë e madhe. Shikues dashur, unë veç se po ju them ejani dhe shijojeni këtë pamje të mrekullueshme, por gjithashtu edhe këtë ushqim shumë të shijshëm, që unë tash veç po filloj. E shihemi në episodin e radhës me agroturizmin e radhës. Shkodra ka veç dashuri, por ka edhe ushqim të mirë. Tek Faqedoli pra mundeni ta shihni një pamje shumë të bukur të Shkodrës, e unë dua t'ju tregoj për ETC-n. Tek ETC-ja mund të gjeni të gjitha produktet të cilat ju duhen për shtëpitë e juaja, por gjithashtu edhe me çmime të volitshme. E ne në Pasion e Profesion patjetër që të gjitha produktet të cilat përdoren këtu në studion ton, i marrim tek ETC-ja. E unë po e shoh pak se çka po bojnë kuzhinierët.
emisionin pas ka ik. Ku është Fatmiri? O, Fatmer! Hupe, thash mos i ke krejt. Ja, pa jo, kësi drejk. Fatmer, qëto? A më i me hapa jo? Pa tjetër, kujdes me hollë. Hajde tash. Kremi të zirë. Cili është procesi tash? Çka ki me fillu? Skuqja e mishit, gjokësit. Pastaj vinë më radhë perimet. Dhe kreme që i bëhat. Si e bën Për pak kremin? minuta në furë. Po më interesan. A je këto? Kime kom prezent. Okej, am thirr. Pa tjetër që po. Panderi që. Zonja Gjemile, si po të shkajnë? Mirë. A mundesh me na tregu pak për ushqimin tënd preferum? Cili është ushqimi preferum? Ushqimet lehta, verore tash dhe vera, verore. Ndoshta edhe nuk i Tradicionale. qef me ngarhu shumë vetën, apo jo? Po, Ma mirë për tradicionalin. shëndetin. Po ushqimi që e përgatit ma me qef? Ma me qef tradicionalit. Tradicionalet. Edhe gatimin, e kam pasion, ëmbëlsirat. Po si është një dit e juaja? Sa shpesh përgatit? Po besoj që çdo ditë, apo jo? Për çdo ditë, Po. ëmbëlsira një herë në javë. Për përgatitje ma Si shumë. çdo zonjë tjetër, Po. po besoj që është edhe duke e përcjell emisionin Pasion e Profesion, Po, që e përgatisin e në shtëpi përcjellim. edhe jo. E përcjellim me andje. Ëmbëlsirat i përgatisish një herë në javë, pa ëmbëlsirë nuk rri. Nuk krem pa ëmbëlsira. Cila ëmbëlsirë të pëlqen më shumë ti? Ose cilën e përgatiti më miri? Po këto të litet, me molla, me të tradicionale ravanie. të Oj, shpishte forca, qëto. po pse nuk e kemi thirrë për ëmbëlsirë në vend tringës? Tash çka ki me përgajti? Tash jam ka fundi, Rollatën po jetë rollatën, përfundu, po. edhe tash du t'i fërgojmë. Me zi Po. përkes me e provu e donë. Po. E shiu në fund. Po. E po du mi ju prezentu pak për brandin Topits. Brand që na ka pjeshtu jetën në kuzhinë. Këto janë produktet e Topit, të cilat mund t'i gjeni në përmarketet në Kosovë, të cilat mund t'i bleni dhe për një mend. Ja u lehtësojnë jetën sepse mund të ruani edhe ushqimet, që doni t'i konsumoni shambull nesër, mas nesër, mund t'i ruani dhe ruhen shumë të freskëta. Mirë po duket, a? Po më duket që kemi me shiju ushqime shumë të shishme. Shpresojmë që po. E ne pundohemi për blokun e dytë marketingut, përqëndroni me ne, sepse do rikthehemi vetëm pas pak këtu me zonjën Gjemile dhe me Fatmirin, por edhe me mysafirët në studio. Jemi rikthyer nga bloku i dytë i marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion. Tash është koha me ëmbëlsu pak emisionin Pasion e Profesion, sepse do ndjekim bashk rubrikën Tringëlleshës, ku Tringa si gjithmonë na sjell receta shumë të shijshme, shumë të ëmbla, por edhe shumë të lehta për të gjithë ju për t'i përgatitur në shtëpitë e juaja. E unë jam për një arsye këtu tek këndi i Lent. Dua t'ju tregoj për çokoladat më të mira dhe më të shijshme që mund t'i gjeni në për të gjitha marketet në Prishtinë, në Kosovë. Lent pra ka çokolada shumë të shijshme, por edhe të shëndetshme, sepse ka edhe çokolada të shëndetshme të cilat janë me përqindje shumë të lartë të kakaos. E unë po e marr një patjetër. Përderisa jam duke ndjek materialin e Tringës, patjetër që kam nevojë me konsumu diçka ëmbël. Edhe rikthehemi pas pak me mysafirët këtu në studio.
Përshëndetje, mirë se po takohemi në rubrikën Tringëlleshës. Me që jemi afër festës së Bajramit, sot kam vendosur të sjellë një recetë që është e përshtatshme për këtë festë, baklava me pudingun dolcella dhe reçelin e vishnjeve. Përbërës janë petët e gatshme të baklavës, pudingu dolcella, sheqeri, vishnje të ngrira, qumshti dhe sheqeri pluhur pastaj për dekorim. Gjithashtu edhe buteri i shkrirë. Si fillim, petët e baklavës do t'i palosi në këtë mënyrë. Dhe do t'i vendosi sipër gjalpë të shkrirë. Gjalpa është shkrirë. Dhe tani, petët po i lyejmë me gjalpën e shkrirë. Do të vazhdoj kështu me të gjithë masën e gjalpës. Janë 50 gram gjalpë shkrirë. Ndërsa ju petët mund të vendosni sa të doni, ti përdoni. Tani petët e baklavës do t'i vendosi në furrë për pjekje në 200 gradë derisa të marrin ngjyrën e artë. Tani po vazhdoj me përgatitjen e reçelit të vishnjeve. Unë kam përdor vishnje të ngrira, ju munden edhe të freskëta nëse keni. Sipër do të vendosi sheqer. Unë i kam përdor 3 lugë, por ju varësisht prej shijes mund t'i shtoni më pak ose më shumë. Do vazhdoj kështu t'i përziej derisa masa të bëhet reçel. Tani po e lë reçelin që të zihet derisa ta përgatis pudingun dolcella. Një tenxhere, 500 ml qumsht i vendosi, për cilave 6 lugë të gjellës i lë për tretjen e pudingut. Pudingu t'ja shtoj 3 lugë gjellës sheqer. Përzi me tel kuzhinës. Sekreti për t'ju dalë pudingu i mirë është nëse tretët mirë. Po pres derisa të ploj qumshti për t'ja shtu pjesën e tretjes së pudingut. Edhe reçeli pothuajse është afër përfundimit. Tani mund t'ja shtoj tretjen e pudingut. Dhe vazhdoj me përzierje derisa të trashet. Petët janë gati, presim pak derisa të ftohen dhe i grimcoj me duar. Petët po i vendosi në një enë për të ftohur më shpejt, dhe prej këtu i grimcoj. Petët janë ftohtë dhe tani po i grimcoj me duar. Tani po vazhdoj me servirjen. Petat e grimcuara. Tani po shtoj reçelin. Dhe sipër përsëri copsa të petave të baklavës.
fund, do t'i hedh sheqer pluhur. Dhe ja, kjo është receta për sot. Urime festa dhe ju bëft mirë nëse e provoni. Shihemi në edicionin tjetër. E shikues të dashur, sot në studion e Pasion e Profesion kemi kënaqësinë të mirëpresim profesionist të shëndetësisë, doktor, me të cilët do të flasim për tema shumë të rëndësishme që prekin jetën tonë të përditshme. Pra në sofrën e Prishtinës do të diskutojmë për shëndetin publik, rëndësinë e ushqimit në mirëqenie, gripat sezonale dhe viruset, vaksinimin, si dhe për sëmundjet kronike dhe sfidat që ato sjellin. Një bisedë informative, profesionale dhe shumë e nevojshme për secilin prej nesh. E unë i mirëpres këtu në studion e Pasion e Profesion edhe mysafirët e mi në sofrën e Prishtinës. Mirë se keni ardhur, është kënaqësi shumë e madhe që jeni këtu, mund të uleni. Faleminderit. Sofrën e Prishtinës pra këtë muaj po e fillojmë me ju. Po besoj që edhe me ma të rëndësishmet. Më lëni t'ju prezentoj pak, këtu bashkë me mua në këtë ryez janë doktor Rushit Ismaili, doktoresha Arieta Pula, doktoresha Saadete Kelmendi dhe doktoresha Violeta Haxhiaj Noberdali. Mirë se keni ardhur, është kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit, kënaqësi të jemi në studion tuaj. Do të flasim shumë për tema të ndryshme, kryesisht pra gjithçka do të sillet rreth shëndetësisë. Do flasim, do e fillojmë këtë bisedë në qenë se kemi të vetmin, me doktor Rushitin. Po fillon nga unë, faleminderit për privilegjen, për përparësinë që më jepni. Jemi 4 gra këtu, kështu që patjetër që duhet t'japim pak përparësi. Ndonjëherë edhe ne kemi një avantazh, kështu që të flasim të parët, të marrim të parët primatin për të qenë në fillim. është kënaqësi për mua. Po, por doja ndoshta të bisedoja edhe për sëmundjet kronike, ndoshta doktor Rushit mundesh me na tregu më shumë se cilat janë sëmundjet kronike më të shpeshta që po hasin pacientët sot. Nëse flasim për sëmundjet kronike, janë disa sëmundje të cilat zgjasin edhe kërkojnë vëmendje afatgjate, janë disa në listë, po më të shpeshta janë hipertensioni dhe diabeti, me të cilën ne në kujdesin primarë dhe miksim familjare ballafaqohemi. Ka dhe sëmundje tjera si astma, sëmundjet e veshkave ose dhe hipotiroidizmi. Mirë po, hipertensioni dhe diabeti janë ato të cilat janë më të përditshmet dhe që pacientët ankohen më së shumti. Po, për cilat ndoshta janë ato simptomat e para që nuk duhet t'i neglizhojnë kur tek diabeti, por edhe tek hipertensioni. Në kujdesin primar ne përpiqemi që t'i zëm ato para se të shfaqen simptomet. Hipertensioni është pak si më i heshtur. Mirë po, për fat njerëzit e masin shtypjen e gjakut. Edhe ne, doktorët, gjithmonë kemi kujdes se në çdo vizitë të bëjmë edhe përcaktimin e tensionit arterial shtypjes gjakut, kështu që e detektojmë me këtë se a ka hipertension ose jo. Mund të ketë ndonjë dhimbje koke, mund të ketë marramendje, mund të ketë mundim, po këto janë raste kur kemi nivele shumë të lartë të shtypjes së gjakut. Përndryshe diabeti, edhe ato e detektojmë me herët me anë të analizave laboratorike. Sot njerëzit kanë kujdes të bëjnë teste laboratorike. Mirë, po nëse jo, ato kanë tharje të gojës, kanë ndjenje të mundimit, disa hanë shumë, pastaj kanë probleme me urinim. Mirë, po thash, këto janë në fazët e avancuara të smundjes. Ne i kushtojmë rëndësi shumë informimit, edukimit shëndetësor, edhe përpiqemi që të pacientët tanë të detektojnë këto probleme më herët, ose edhe kur anëtarët e tyre të familjes kanë ndonjë nga këto probleme pritet që të kenë edhe ata. Po, ndoshta të flasim pak edhe për moshat e reja, apo prekën moshat e reja me diabet dhe me tension të lartë. Zakonisht preken moshat mesatare ose moshat të shtyra. Mirë po, kohëve të fundit është edhe një fenomen pak shqetësues që edhe më të rinjt po preken nga problemet kardiovaskulare të zemrës që kanë lidhje me hipertensionin edhe me diabetin. Kjo ka të bëjë me mënyrën se si po jetojmë ne sot, mënyrën se si po ushqehemi,
Përpara, më shumë kemi qenë pranë natyrës, pranë aktiviteteve në fusha, në kopshtije, njerëzit edhe kanë bjellur perimet, janë ushqyer nga kopshti, sot më shumë ushqehen nga ushqime që janë më të shpejta që procesohen lehtë. Kështu që kemi raste kur kemi edhe hipertension dhe diabet, edhe sëmundje të zemrës të moshat e reja. Është fenomen më i rrallë, mirë po nuk është që nuk shfaqet ndonjëherë. Po të flasim ndoshta pak edhe për kontrollat rutinore. Sa është e rëndësishme që ti kryejmë ato kontrollat rutinore për parandalimin e komplikimeve? Ne ju ofrojmë këto në çdo rast kur vinë edhe për probleme tjera, nëse kanë ardhur për çështjet e gripit, për cilën do të flasim duket Violeta pak më vonë, doktoresha Violeta. Mirë po, e shfrytëzojmë rastin që të ofrojmë kujdes edhe për sëmundjet kronike. Shpesh, në çadrën mjekësisë familjare ne kemi edhe ultratingull, edhe kur i them që të bëjmë ndonjë ekzaminim përveç matës së shtypjes gjakut, po thotë doktor, unë jam i shëndetshëm. Po çka në qoftë se je shëndetshëm, ti do të bësh ekzaminime edhe kur je i shëndetshëm. Kjo ka të bëj edhe me matjen e tensionit arterial, edhe me matjen e sheqerit, glikemisë. Jo tek ata që janë krejt të rinj, mirë po të moshat të cilat fillojnë që më duket se tashmë ka filluar që të kujdesen më shumë të gjithë edhe për vetën, normalisht. A mujmë me thonë kështu t'i ringati vetës më shumë? Është e vërtet që njerëzit i kushtojnë më shumë rëndësi kujdesit shëndetësor. Ka disa që vinë edhe me teste laboratorike të gatshme, ose tani kanë tensiometër në shtëpi edhe masin shtypjen e gjakut. Kështu që është më e avancuar se sa përpara. Ndoshta sa i përket stilit të jetës, do të thonë marrës me aktivitet fizik, edhe të ushqyerit të shëndetshëm mbetet për të dëshiruar krahasim me gjeneratat e përparshme. Mirë po më shumë kujdesem për shëndetjen, është e vërtetë. Po cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjnë pacientët me terapi? Me terapi, kur është fjala, qoftë hipertensioni, qoftë diabeti, disa përtojnë që të fillojnë marrjen e terapisë. Thonë jo, unë jam akoma i ri, akoma e re që të filloj me terapin, edhe thonë që ndoshta e rregulloj përmes stilit jetës, që është gjë shumë e dëshiruar, po jo gjithmonë ja arrin. Kështu që edhe kur e marrin terapin, edhe për një moment përmirësohet. Tazëm, nivelet e sheqerit janë normale tani, edhe thotë ta ndërprej terapin sepse unë jam mirë, ose edhe të shtypjes së gjakut. Po them, sa mirë që ne arritëm në këtë nivel që ta rregullojmë shtypjen e gjakut edhe ta rregullojmë glikemin. Kështu që do të vazhdosh ta përdorësh terapin në kohë të rregullt, ashtu siç është caktuar, jo kur ti e heton që thonë njerëz. Edhe ta marrësh vazhdimisht, as mos arrish dozën, as mos ta zvoglosh dozën, ashtu siç e kemi bërë planin e përbashkët. Po çfarë këshille do t'ju jepje personave që sapo janë diagnostifikuar me diabet ose me hipertension? Ta marrin me qetësi, është ndoshta një lajm jo shumë i mirë, gjithkush do kishte dashur që të mos kishte këto dy sëmundje kronike, sepse janë afatgjata, nëse ke vendosur për të futur në terapi, ajo është terapi e cila ndoshta do ta marrë tërë jetën. Mirë po, është fat që kemi terapi për to. Krahas ndryshimit të stilit jetës, që doktoresha Arieta sigurisht do të flasë në detaje, nëse i kemi futur në terapi, ta marrin terapin ashtu siç e kemi bërë planin e përbashkët në kohë të caktuar, gjithmonë terapinë e njëjtë, gjithmonë dozën e njëjtë. Kjo i mbron pastaj në të ardhmen nga sëmundjet kardiovaskulare, i mbron nga komplikimet në sy, në zemra, në veshk, të jetojnë sa më shëndetshëm, ta marrin terapinë me rregull. Ndoshta kjo është mesazhi që do të japja në përgjithësi, bashkë me dietën e shëndetshme, po shoh që këtu po ofroni ushqime të shëndetshme, që tani ndjej aromën. Kjo është ndoshta qelsi, po nuk do t'ja marr këtë pjesë doktoreshës Arieta që do të flas. Mirë po, të jenë konsistent, të jenë të vazhdueshëm në marrjen e terapisë së rregullt. Po. Ndoshta tashmë doktoresha Arieta na tregon se çka nuk kupton për ju një jetesë e shëndetshme. Ne i shohim me shumë entuziazëm dhe i zbatojmë çështjet e edukimit shëndetësor të pacientëve dhe qytetarëve tanë në përvetësimin, duke inkurajuar ata në përvetësimin një stili të shëndetshëm jetese, që nënkupton ushqim të shëndetshëm, aktivitet të rregullt fizik, gjumë të mjaftueshëm, po ashtu të pini ujë mjaftueshëm,
jo duhan, jo alkohol, si dhe të redukohet sasia e kripes, sheqernave dhe ushqimeve të përpunuara. Po sa ndikon pas qemi edhe në një studiu ku po përgatitet ushqim, sa ndikon ushqimi në parandalimin e sëmundjeve? Po është e vërtet se shumë autorë thonë se shëndeti nuk mund të blihet, para e fitohet përmes stilit shëndetshëm të jetuarit. Shëndeti ju ndikohet nga mënyra se si ushqemi dhe si jetojmë çdo ditë. Çka do të thonë se ka një rëndësi shumë të madhe zbatimi i një diete të shëndetshme gjatë tërë jetës, që përfshin një dietë e ekuilibruar me ushqime të pasura me fruta, perime, pastaj drithra integral, mi shpule, mi shpeshku, të redukohet kripa, sheqernat, dhe që të gjitha këto ndikojnë në parandalojnë keq ushqyerjen, e parandalojnë ngritjen e peshës trupore, pashtu zvoglojnë rrezikun për sëmundjen e tensionit të lartë, shtypjes së lartë të gjakut, pastaj sëmundjeve të zemrës, pastaj diabetit, edhe disa lloje të ndryshme të kancerit. Doktoresha Rita, apo ushqemi ne sot më keq se në vitet e kaluara? Unë thash edhe më herët që ne si profesionistë të kujdesit parësor shëndetësor me shumë entuziazëm i zbatojmë çështjet e edukimit shëndetësor, gjithmonë duke u munduar të edukojmë pacientët, qytetarët tanë për stil të shëndetshëm të jetuarit. Me ushqim të shëndetshëm, me aktivitet fizik, thjesht ushqime pemë, perime, ushqim ekologjik natural. Po, a ekziston një formulë ideale për ushqyerje të shëndetshme për familjen? Po, është mirë që të gjithë të synojmë zbatimin e një diete të ekuilibruar, duke përfshirë pemët, perimet, mi shpule, mi shpeshku, drithra integral, vezet, qumsht me pak yndyrë, vaj ulliri. Po, edhe ju ndoshta si zotri Rushit, doktori jonë Rushit, të na tregoni ndoshta t'ju jep një mesazh të gjithë atyre që po na ndjekin në emisionin Pasion e Profesion, se si të jetojnë shëndetshëm, si të kujdesen më shumë rreth shëndetit të tyre. Nuk thuhet kot se një shoqëri e pasur është një shoqëri e shëndetshme. Shëndeti është pasuria më e madhe. Kështu që të kemi kujdes në ushqim të shëndetshëm, pastaj aktivitet fizik të rregullt, palestra, vrapimi, pra edhe ecje çdo ditë. Vetë ecja është një ilaç natyral. Të bëni gjumë të mjaftueshëm, 7 orë brenda natës, jo duhan, jo alkohol, pastaj të redukohet kripa, sheqeri, po ashtu është e rëndësishme që të bëni edhe vizita të rregullta periodike, edhe nëse ndjeheni mirë. Si dhe ekzaminimet, si dhe kontrollat e ardhshme sipas rekomandimeve të mjekut tuaj familjar. E këtu do të dëshiroja që të lidhesha pak me doktoreshën Saadete dhe do na tregojë ndoshta më shumë se sa janë të rëndësishme vizitat mjekësore në shtëpi për pacientët. Faleminderit, përshëndetje për gjithë juve, faleminderit për ftesën që na keni bë, për dallim nga kolegët e mi të cilët ofrojnë shërbime shëndetësore në qendrat e mjekësisë familjare. Shërbimi ynë, konkretisht shërbimi i mjekimit shtëpiak, të gjitha shërbimet dhe vizitat i kryhen nëpër shtëpia. Këto janë shumë të rëndësishme dhe janë shumë profitabile për pacientët të cilët marrin shërbime nga ne, pasi që vizitat dhe shërbimet ne i kryjmë nëpër shtëpi, të cilët pacienti në ambientin e vet ku jeton është rrethuar nga familjarët, pastaj njihet me komod, dhe gjithë ekipi mjekësor është i përkushtuar ndaj atij pacienti. Kjo është shumë profitabile e profitabiliteti më i madh është sepse të gjitha shërbimet dhe vizitat e na kryhen pa pagesë, do të thotë që këtyre pacientëve kursiet edhe xhepi shumë. Po cilat pacientë kanë më së shumti nevojë për këtë lloj shërbimi? Kategoria pacientët që ofrojmë shërbime ne janë pacientët të cilët nuk mund të marrin shërbime shëndetësore në asnjë qendër të mjekësisë familjare. Sa do e afërt që është ajo qendër, do të thotë që parimi i bazë i funksionimit të shërbimit tonë është pa aftësi e pacientit për lëvizje. Janë pacientët të cilët janë me moshë mbi 65 vjet, mirë po nuk do të thotë edhe pacienti i cili ka moshë mbi 65 vjet, i cili ka gëzon shëndet shumë të mirë, nuk mund të merr ose nuk ka të drejtë të merr
shërbime apo të vizitojnë në qendrën e mjekësisë familjare. Ne kemi edhe pacientë që janë me mosha dhe me të reja, të cilët posedojnë sëmundje të ndryshme, qofshin ato gjenetike të lindra apo të fituara, pacientë me sëmundje kronike, pacientë me paraliza të lindra apo të fituara, me diabet, pas intervenime kirurgjike, pacientë me demenca, pacientë me mosha të shtyra, pacientë me srregullime të pamërit, dëgjuarit dhe këto kategoria do të thotë gjithë ata pacientë që nuk mund të ofrohen në qendrën e mjekësisë familjare me të afërt. Po besoj që gjatë vizitës në teren të këta pacient ju hasni edhe në shumë sfida, apo jo? Në momentin që dalim ne si ekip, ku në përbërën të ekipet gjithmonë është mjeku, është infermieri, si dhe të gjitha vizitat kryen me autoambulancë, ne normal si dalim për qendrës mund të hasim në sfidat e ndryshme, është komunikacioni ngarkuar, distanca shumë e madhe ndërmjet pacientëve, pasi shërbimi ynë e mbulon gjithë qytetin e Prishtinës me gjitha fshatat përreth. Pastaj sfida më e madhe, cilën ne diskutojmë edhe me kolegë, janë edhe terapitë shumë të cilat i japim ne, që janë terapitë të përshkruar sidomos nga klinicistët. Ato janë terapi me infuzione me sasi shumë të mëdha të infuzioneve, të cilat nganjëherë më shumë e mbi ngarkojnë edhe gjendjen e tyre, edhe pse këta pacienta janë shumë me imunitet të zvogëluar, kanë probleme shumë të mëdha kardiovaskulare, pulmonale dhe marrja sasive të mëdha të lëndzeve, atëherë edhe më shumë edhe e shkatron edhe më shumë dhe dëmton edhe më shumë shëndetin e tyre. Konkretisht dhënia e madhe e antibiotikëve, të cilat ne shumicën e rasteve nuk pajtohem me këtë dhënie të mëdha të antibiotikës, sidomos të gjitha llojet të antibiotikëve që ju përshkruhen nga klinicistët, atëherë ne ju japim në shtëpi. Mirëpo është një dhënia antibiotikut në kushte shtëpiake për atë një rrezik në vete, sepse mund të ndryshe është kur e merr pacienti shërbimin në qendrën e mjekësisë familjare, si është rrethuar nga stafi mjekësor, dallon kur e merr shërbimin dhe terapinë, sidomos me antibiotik në kushte shtëpiake. Pasi ne për shkak të pamundësisë së kohës që të qëndrojmë në shtëpi deri ta merr terapinë infuzive, ndodh shpesh që e presim 10 minuta, 15 minuta deri sa ta përcjellim xhenetia ka ndonjë reaksion alergjik të mundshëm, po dim që reaksionet alergjike mund të jenë edhe me të vonshme, se cila paraqet rrezik në vete. Zonja Sajdi, të faleminderit shumë për gjitha këto informata. Ndërsa tani do kalojmë për fund të kësaj interviste edhe tek doktoresha Violeta. Do shta me na tregu pak për gripat sezonal. Pse gripat sezonal janë më të shpeshta gjatë periudhave të caktuara të vitit? Faleminderit për mundësinë që na e dhat me qenë këto studie së bashku me kolegët e mi. Të gjithë mendojnë se gripi sezonal është vetëm në stinën e dimrit, mirë po edhe në pranverë kemi virus, kemi grip sezonal. Gripi sezonal, edhe pse pranvera është një stinë e ngratë, mirë po është me kohë të ndryshueshme, shëndeti i njeriut pëson disa ndryshime në ndryshimin e kohës. Pra edhe në stinën e pranverës ne kemi pacientat e cilët kanë simptoma të gripit. Po, si më ta bëjmë ndoshta dallimin e një gripi sezonal me një virus më serioz? Po, dallimi është shumë i qartë me një qytetar i cili ofrohet në qendrën e mjekësisë familjare me të afërm që të kërkojë ndihmë shëndetësore për një grip të thjeshtë, i cili mund të kaloj edhe në shtëpi, që mund të kaloj edhe vetvetiu, për shembull ka simptoma të thjeshta, si për shembull ka një kollitje, dhimbje fyti, një temperaturë të moderuar, ndërsa tek një virus shumë serioz mund të ketë simptoma si temperaturë mbi 39 gradë Celsius, frymëzanie, kollitje shumë e theksume, fishklima në gjaks, marramendje, shtangim qafe, këto janë disa simptoma që dhimbje gjoksi, këto janë disa simptoma që na bëjnë me dallu prej një gripi të thjeshtë nga ai që është shumë serioz. Po, sa është i rëndësishëm vaksinimi kundër gripit? Vaksinimi, kjo është një pyetje shumë e mirë, vaksinimi është një mjet shumë i domosdoshëm, efikas dhe i qelluar që të mbrohen qytetarët nga virusi i gripit. Kjo vaksin duhet të merret në fillim të tetorit, merret në pjesën e sipërme të krahut dhe secila qendër e mjekësisë familjare është e pasur me këtë vaksin, e posedon këtë vaksin. Dhe kjo vaksin edhe kjo vaksin na mbron një vjet. Efekti i vaksinës fillon 1 deri në 2 javë pas marrjes së vaksinës së gripit sezonal. Po cilat janë kategoritë më të rrezikuara nga komplikimet e gripit?
Kategoritë më të rrezikuara nga gripi janë fëmijët nën 5 vjet, personat e moshuar mbi 65 vjet, personat me smundje kronike, si edhe personat që kanë smundje kronike të cilët si për shembull personat që kanë imunodeficiencë të dobësuar apo imunitet të dobësuar dhe kanë smundje kronike. Po si mund të forcojmë imunitetin gjatë sezonit të virozave? Imuniteti krijohet duke ushqyer shëndetshëm, duke bërë aktivitet fizik, duke bërë gjumë të mjaftueshëm, duke pastruar duart, pra duke krijuar një higjenë si personale, si higjenë për të mbaj higjienën në punë, edhe në ambientet e punës dhe në ambiente shtëpiake. Pra ka shumë rëndësi ushqimi, aktiviteti fizik, gjumi, uji mjaftueshëm. Për shembull, një person duhet të pi ujë mjaftueshëm 2 deri në 2 litra. Sa i përket tek virozat, doktor Ushiti ka një thënie që pacientët apo qytetarët të konsumojnë çaj, ujë, supë. Çaj, ujë dhe supë. Në vend të infuzioneve ose në vend të antibiotikëve. Se gjërat po na ndërlidhen. Shumë më e mirë dhe më e lehtë. Doktoresh Arjeta, ajo që ne promovojmë është një jetë e shëndetshme, është mënyra më e mirë për të përballuar edhe griprat, edhe për të mjekuar hipertensionin dhe diabetin, kurse sa i përket asaj se si po shehemi krahasuar më përpara, ndoshta është pak e vështirë për të dhënë një përgjigje përfundimtare, sepse në të kaluarën ndoshta nuk ka pasur ushqim të mjaftueshëm, varësisht ku kanë jetuar njerëzit. Ushqimi ka qenë më i natyrshëm, sepse njerëzit kanë punuar në fusha, kanë punuar në kopshtije dhe janë shyer nga to, mirë po ka pasur edhe vende ku nuk ka pasur të mjaftueshme. Tani ka ushqim të bollshëm, mirë po jo çdo herë është i shëndetshëm, sepse nëse futesh në markete ka plot ushqime të cilat procesohen lehtë, janë kryesisht me bazë të sheqernave, karbohidrateve, edhe cilat pastaj ndikojnë në obezitet, që të gjithë domethënë ka disa të cilat e mbajnë mirë linjën trupore, por është goxha sfidë që në jetën moderne të kesh një peshë ideale, pavarësisht asaj që bën aktivitetit fizik, edhe përpjekjes për të ushqyer në mënyrë korrekte. Për shembull edhe afër shkollave, kemi vrejt afër shkollave, sa fast foodet janë afër, sa që edhe fëmijëve nxënësave ju servohet një ushqim i shpejt afër aty në fast foodeve që janë afër shkollave. Po, por unë mendoj që kryesisht kjo është edhe një edukim familjar që merret në familje, sepse shumica e prindve munden të përgatisin diçka për fëmijët e tyre që t'i marrin nëpër shkolla. Edhe një gjë shumë e rëndësishme me tregu ku mbetem te ushqimet të fëmijët nëpër shkolla. Unë e falenderoj shumë bashortin tim, i cili u përgatit çdo mëngjes fëmijëve ushqimin për në shkollë. Derisa ne punëtor shëndetësor jemi para orës 7 gjithherë në punë, ai kujdeset që fëmijëve ushqimin ju përgatit dhe fëmijët e mi marrin gjithë ushqim të shëndetshëm dhe të përgatitur në shkollë. E sa mirë kjo, ja një shembull pra po uroj që gjithë bashkëshortët, por edhe bashkëshortët që të kenë një raport të tillë dhe të kujdesen për familjen e tyre kështu në këtë mënyrë. Edhe ne zakonisht në zyrën tonë marrim ushqim nga shtëpia. Ju e pasur. Ty jap një shembull. Pra, ju bëft mirë, mund ta shijojmë tash me ushqimi. Po shpresoj që ju pëlqen. Patjetër, po duket të këndshëm. Falenderojmë për ftesën, ishte kënaqësi. Ju falenderojmë për mikpritjen edhe për mundësinë e ofrimit të këtyre informacioneve për qytetarët tanë. Ishte kënaqësi shumë e madhe t'i dëgjojmë të gjitha këto informacione, por gjithashtu do t'ju kemi në studio. Ju bëft mirë. Faleminderit. Shikues dashur, kjo ishte tëra për këtë epizod të emisionit Pasion e Profesion. Dua të falenderoj shumë zonjën Xhemile, e cila ishte sot me ne. Zonja Xhemile, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi e madhe që kemi pas këto. E të presim përsëri. Faleminderit. Ndoshta me ndonjë ëmbëlsi. Faleminderit shumë që ishe përsëri pjesë e emisionit Pasion e Profesion. Ishte kënaqësi shumë e madhe të kemi këtu. Edhe ushqimet i keni përgatitur shumë të shijshme. E shikues dashur, ne shihemi përsëri të dielën tjetër nga ora 18 në Pasion e Profesion. Mirupafshim.
Ky emision mundësohet nga Podravka.